Big Brother Kosova, kur pasioni dhe emocioni lidhen Dolce dhe Limini në shtëpinë e Big Brother Kosova, marrëdhëniet ndërpersonale janë shpesh komplekse dhe të ndërlikuara, por pak qaste arrin të jenë aq intensive dhe të ndjeshme sa ato të Dolces dhe Limin. Ky çift ka tërhequr vëmendjen e publikut jo vetëm për afrimin fizik të ndjeshëm, por mbi të gjitha për lidhjen emocionale dhe pasionin që ata shfaqin bashkë. Dolce, karakteri pasionant dhe emocional. Dolce nuk është thjesht një banore që luan lojë strategjike, ajo ka treguar se mund të jetë emocionale, e drejtpërdrejtë dhe pasionante. Kur ajo është pranë Limit, shfaqet një tjetër anë e saj. Hapësia emocionale, nuk friksohet të shprehë ndjenjat, pasioni i sinqert, çdo veprim, çdo buzëqeshje, çdo shikim ka ngarkesë emocionale, fokusimi tek personi tjetër. Ajo e bën Limit të ndihet i vlerësuar dhe i dëshiruar në mënyrë jo të imponuar. Kjo afërsi e bën çiftin të veçantë brenda shtëpisë, sepse emocioni i Dolces është i pastër, spontan dhe natyror. Limini, përballja me emocionet, Limit, nga ana tjetër, nuk është thjesht një banor i heshtur. Ai ka treguar ndjeshmëri ndaj komplimenteve dhe shenjave të afërsisë, reagim emocional i matur, që shpesh krijon balancë brenda pasionit, dëshirë për afërsi dhe mbështetje reciproke. Pa krijuar tension të banorët e tjerë, ky kombinim e bën çiftin të dallueshëm. Dolce sjell pasionin, Limit sjell qetësinë dhe sigurinë. Së bashku, ata krijojnë një lloj harmoni që tërheq publikun dhe banorët. Pasioni si motor i marrëdhënies, pasioni që shfaqin nuk është thjesht emocion i shfaqur fizikisht, është energjia që lidh dy njerëz në mënyrë të thellë. Ai shprehet në shikime të thella dhe të qëndrueshme, që komunikojnë pa fjalë, veprime të vogla për kujdesje, që tregojnë mbështetje dhe interes, afërsi emocionale, ku secili ndjehet i kuptuar dhe i pranuar. Në një shtëpi ku tensioni shpesh është prezent, ky pasion ka efekt qetësues dhe stabilizues. Duke krijuar një qoshk emocional të çiftit, publiku dhe perceptimi i lidhjes, shikuesit e Big Brother Kosova janë tërhequr nga mënyra se si Dolce dhe Limini shfaqin pasionin në mënyrë të sinqertë dhe të respektueshme. Ata kuptojnë se kjo nuk është lojë, por një emocion real dhe i ndërsjell. Çdo shprehje e afërsisë ka ndikim psikologjik brenda shtëpisë dhe pasioni i tyre krijon histori të bukura që publiku ndjek me kënaqësi. Në këtë mënyrë, çiftet si ky tregojnë se emocioni i pastër shpesh është më i fuqishëm se sa çdo strategji apo intrige. Pasojat për dinamikën e shtëpisë, afërsia e tyre dhe pasioni që shfaqin nuk ndikojnë vetëm tek ata, por edhe tek banorët e tjerë. Disa ndihen xheloz, por jo në mënyrë destruktive, disa i shohin si shembull pozitiv për afërsi dhe respekt, dhe shpesh krijohet një atmosferë më e qetë, ku konfliktet të vogla zbuten për shkak të energjisë pozitive të çiftit. Ky efekt domino tregon se emocioni i ndërsjell nuk është thjesht për çiftin, por për gjithë shtëpinë. Analizë psikologjike, nga një perspektivë psikologjike, çifti Dolce Limini tregon se pasioni i drejtpërdrejtë forcon lidhjen ndërpersonale, afërsia emocionale ndihmon në menaxhimin e stresit dhe tensionit, sinqeriteti i ndjenjave e bën marrëdhënien më të qëndrueshme. Edhe në një ambient konkurrues, kjo është arsyeja pse publiku shpesh i vlerëson më shumë këto momente sesa debate të shumta apo situata dramatike. Simbolika e lidhjes, çifti nuk është thjesht dy individ që ndodhen pranë njëri tjetrit. Ata janë simboli i emocioneve të sinqerta. Dolce tregon pasion dhe sinqeritet, Limini tregon vëmendje dhe qetësi. Së bashku, ata krijojnë një histori të përbashkët emocionale që prek publikun. Kjo është mënyra se si Big Brother Kosova tregon se emocioni i ndërsjell mund të bëhet pjesë e tregimit kryesor të sezonit. Mësimi nga historia e çiftit, publiku dhe banorët mund të mësojnë se pasioni i sinqert forcon marrëdhëniet dhe krijon respekt reciprok. Shprehja e ndjenjave, kur bëhet me maturi, nuk shkakton konflikte, por stabilizon dinamikën, dhe dashuria dhe afërsia mund të lulëzojnë edhe në ambientet më të tensionuara. Dolce dhe Limini tregojnë se çaste të thjeshta, si një shikim, një buzëqeshje apo një puthje emocionuese, mund të bëjnë diferencën më të madhe. Përfundim, Dolce dhe Limini janë shembulli se pasioni dhe emocionet e sinqerta mund të krijojnë histori të paharrueshme brenda një shtëpie të mbushur me strategji dhe intriga. Afërsia, respekti dhe pasioni i tyre nuk është thjesht një moment për publikun. Është një mesazh për rëndësinë e ndjenjave të vërteta dhe të ndërsjellë. Ky çift nuk është thjesht pjesë e lojës, ata janë një histori e gjallë e dashurisë, një dëshmi se në mes të tensionit dhe konkurrencës, emocionet e pastra janë ato që lënë gjurmë.